Kur shteti nuk mban do të rendin shpik fantazma, dhe tani fantazma më e re e qeverisë Rama quhet polici vullnetar. Jo, nuk është shaka, është vendim zyrtar i Këshillit Ministrave, thënë ndryshe. Policia e shtetit ka kapitulluar. Nuk ka më as njerëz, as besim, as kontroll mbi territorin. Tani qeveria i lutet popullit që të mbrojë vetveten. Kushdo që ka 5 orë të lira në ditë dhe dëshirë për të veshur një jelek me logon e policisë, mund të bëhet ruajtës i rendit, pa akademi, pa trajnim, pa përgjegjësi. Mjafton një flet vullneti dhe një fytyrë e gatshme për të mbushur boshllokun e uniformës. Pra kriminalët armatosen me pagesë, qytetarët mbrohen me pasion. Kërcënimet janë me kallash, mbrojtja me vullnet, edhe ligjin e zbaton ai që ka qejf të duket si polic, por nuk është. Më tragjike se kaq, vështirë të bëhet. Ky është versioni shqiptar i vetmbrojtjes së organizuar, jo nga ushtria, por nga dëshira e mirë, një çmenduri që mund ta justifikojë vetëm një shtet që është dorëzuar përballë bandave dhe që kërkon të mbulojë dështimin me masa folklorike. Ky vendim është një akt formal i kapitullimit të qeverisë përballë krimit të organizuar, që ka marrë kontrollin e territorit, të votës dhe të frikës. Dhe Rama në vend që të forcojë shtetin, shpall mobilizimin e qytetarëve kundër bandave që ai vet ka toleruar. Kur polici bëhet vullnetar, rendi bëhet iluzion, dhe kur shpresa është gjithçka që ofron shteti, atëherë jemi në rënje të lirë. Kjo nuk është forcë shtetërore, është dëshpërim institucional.